Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku ne vjemi uftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta qytetare kundër qeverisë vijon edhe këtë të hënë duke hyrë në ditën e saj të 44 të radhazi. Organizatorët kanë bërë thirrje për një tjetër tubim përpara kryeministrisë, ndërsa kërkesat e tyre kryesore mbeten të pandryshuara. Edhe një natë më parë protestuesit marshuan në rrugët e kryeqytetit duke përsëritur thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin politik. Lëvizja po shndrohet në një nga protestat më të gjata qytetare të viteve të fundit në Shqipëri. Për të 44 ditë radhazi qytetarët u mblodhën këtë mbrëmje përpara godinës së kryeministrisë në vijim të protestës së tyre kundër qeverisë. Lëvizja, e cila për më shumë se një muaj zhvillohet çdo mbrëmje në Tiranë, ka ruajtur të njëjtin ritëm dhe të njëjtat kërkesa politike me protestuesit që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshim të klasës politike. Edhe protesta e mbrëmshme u zhvillua sipas skenarit të ditëve të mëparshme. Pas grumbullimit përpara kryeministrisë, qytetarët marshuan përgjatë disa prej akseve kryesorë të kryeqytetit, duke kaluar në zonën e ish-bllokut, më pas në sheshin Nën Tereza dhe duke u rikthyer në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku u mbyll edhe tubimi 43 të radhazi. Gjatë marshimit u dëgjuan sërish slogane që kanë shoqëruar protestën që nga dita e parë mes tyre: Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg dhe Shqipëri e re. Organizatorët kanë bërë të ditur se protesta do të vijojë edhe në ditët në vijim, duke theksuar se lëvizja do të përfundojë vetëm pas realizimit të kërkesave të tyre. Në këtë mënyrë, protesta qytetare po konsolidohet si një nga mobilizimet më të gjata të viteve të fundit në vend. Seanca e radhës parlamentare u zhvillua në masa të forta sigurie me deputetët socialistë që hynë në kuvent pa përballje me protestuesit, ndryshe nga hera e kaluar. Në mungesë të deputetëve të Partisë Demokratike, debatet politike u zhvilluan mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe deputetëve të forcave të reja politike. Projekt rezoluta për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve riktheu në kuvent diskutimet për votimin elektronik, ndërsa Partia Socialiste e shprehur ambicien për një proces tërësisht elektronik të zgjedhjeve të vitit 2029. Seanca plenare e kuvendit u zhvillua këtë herë në një atmosferë të kontrolluar me masa të shtuara sigurie në ambientet përreth godinës së parlamentit. Zona ishte rrethuar me barriera metalike dhe forca të shumta policie ishin angazhuar në menaxhimin e çdo situate të mundshme. Ndryshe nga seanca e kaluar, kur deputetët u përballën me protestuesit, hyrja e përfaqësuesve të mazhorancës në kuvent u zhvillua pa incidente. Gjatë shqyrtimit të projektit rezolutës për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mazhoranca prezantoi objektivin për zgjerimin e përdorimit të teknologjisë në procese zgjedhore, duke synuar që në zgjedhjet parlamentare të vitit 2029, votimi elektronik të aplikohet në të gjithë vendin. Qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se koha e numërimit të votave nga përfaqësuesit e partive politike duhet përfundojë, duke cilësuar këtë si një praktikë që nuk i përshtatet një demokracie moderne. Koha kur partit numërojnë votat ka përfunduar një herë për gjithmonë. E besoj këtu të paktën në këtë jam në të njëjtën valë me protestues të vërtet që erdhën me propozime edhe për ndryshime në kodin zgjedhor, sepse është staliniste që pas 36 vitesh demokraci, partit vazhdojnë numërojnë ende vota. Partit administrojnë procesin zgjedhor. Por kjo deklaratë solli reagimin e deputetit të mundësisë Erald Kapri, i cili akuzoi Ballën për ndikim në procesin e numërimit të votave të diasporës. Debati mes tyre u shoqërua me tone të forta dhe akuza reciproke në sallën e kuventit. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç doli ai përgjimi i famshëm. Jam Taulanti, dua 100.000 euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte Taulant Balla. Dhe në fakt vesi vazhdoni me bixhos në mes të Evropës. Numëronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që ti kërkoja numëruesve tan, i kam mesazhet këtu, në? I kam mesazhet këtu. Hajde do të lexojmë të gjitha mesazhet tani. Më fusi e miq që ti thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vidhte PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu thash. Betohu. Vetëm burrës mund të bëhesh ti. Edhe protesta e qytetarëve vijoi të ishte pjesë e debatit parlamentar. Nuk mund të nënshkruhet asnjë rezolutë e përbashkët, e cila nuk merr për bazë kërkesat e protestuesve,
për anulimin e ligjeve grabitqare që kjo qeveri ka miratuar. E para, anulimin e ligjit 21/2024 për ndryshimet në zonat e mbrojtura, e dyta, anulimin e ligjit për investitor strategjik, i cili u ka zhvatur të drejtën e pronës komuniteteve të tëra, anulimin gjithashtu të paketës së maleve, që është po e njëjta tentativë për zhvatjen nga drejta e pronës tashmë në zonat malore. Tauland, ki kujdese përballë nuk ke më Saliun, përballë ke rinin shqiptare që për plot 43 ditë po broret për një Shqipëri të re, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugos, me fjalët e Gwynplenit, i cili thot: "Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos harroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund. Dridhuni, milord." Kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote. Deputeti Erald Krapri kishte kërkuar një interpelancë me ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari, por kërkesa nuk mori mbështetjen e majorancës, e cila votoi kundër saj. Partia Demokratike ka depozituar në SPAK një kallëzim penal ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit Blendi Gonxha lidhur me financimin e koncertit të artistit Kanye West në Tiranë. Partia Demokratike pretendon se përdorimi i fondit të rezervë të shtetit për një aktivitet privat përbën shkelje ligjore dhe ka kërkuar hetim për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera apo ankande publike. Sipas demokratëve, fondi prej 4.2 milion eurosh është akorduar pa një bazë të mjaftueshme ligjore dhe jashtë rasteve për të cilat parashikohet përdorimi i rezervave të buxhetit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar në Prokurinë e Posaçme një kallëzim penal ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha për mënyrën e financimit të koncertit të artistit ndërkombëtar Kanye West. Kallëzimi i firmosur nga grupi parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi referohet akordimit të 400 milion lekëve ose rreth 4.2 milion eurove nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për organizimin e eventit muzikor të zhvilluar në Tiranë. Në dokumentin e dorëzuar në SPAK, Partia Demokratike ngrep pretendimin se vendimi për financimin është marrë në kundërshtim në kuadrin ligjor dhe se përdorimi i fondeve rezervë nuk justifikohet për një aktivitet të planifikuar në një koncert privat. Sipas Partisë Demokratike, fondi rezervë i shtetit është i destinuar për situata të parashikuara si emergjencë civile, fatkeqësi natyrore apo raste të jashtëzakonshme, ndërsa një event artistik i organizuar paraprakisht nuk përfshihet në këtë kategori. Në kallëzimin penal pretendohet se vendimarrja e qeverisë ka cënuar parimet e konkurrencës së lirë dhe barazisë mes operatorëve ekonomik, pasi sipas demokratëve mbështetja financiare është dhënë për një subjekt caktuar privat, pa ndjekur procedura konkurruese. Partia Demokratike pretendon se veprimet e kryemallit Rama dhe ministrit Gonxha përmbushin elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkelje të barazisë të pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, duke kërkuar nisjen e hetimeve nga Prokuroria e Posaçme. Nga ana tjetër, qeveria ka mbrojtur vendimin për financimin e koncertit, duke argumentuar se organizimi i një eventi të përmasave ndërkombëtare është pjesë e strategjisë për promovimin e Shqipërisë si destinacion turistik dhe sjellje të ardhurash për ekonominë vendase. SPAK pritet të vlerësojë kallëzimin dhe të vendosë nëse do të nisë një procedim penal për pretendimin e ngritur nga Partia Demokratike. Hetimet për vrasjen e Edmond Sulës në Bërxull po orientohen drejt një piste të një atentati të organizuar nga vrasës profesionist. Sipas grupit hetimor, autori ka vepruar me gjakftotësi, duke mos lënë gjurmë në vendin e krimit. Viktima u shëllua me një plumë në kokë sapo zbriti nga automjeti dhe po hynte në banesë. Policia po verifikon të gjitha pistat për fshir aktivitetin e tij në fushën e shitblerjes së pronave. Vrasja e 50 vjeçarit Edmond Sula në Bërxull dyshohet të ketë qenë një atentat i planifikuar deri në detaje, ndërsa hetuesit po punojnë mbi pistën se autorët janë vrasës profesionist të paguar. Sipas burimeve nga grupi hetimor, atentatori ka pritur lëvizjen e viktimës dhe ka vepruar në momentin kur Sula zbriti nga automjeti dhe po i afroi hyrjes së banesës. Me një të shtënë të vetme në kokë, u kryen nga një distancë konsiderueshme. Autori e la të vdekur në vend 50 vjeçarin. Nga fshirja e vendit të ngjarjes rezulton se autori nuk kishte lënë gjurmë
informë materiale që mund të ndihmojnë në identifikimin e tij. I vetmi element i siguruar deri më tani është pamja e një kamere sigurie ku shfaqet një person duke u larguar në këmbë nga zona e krimit, pa karakteristika të dukshme që mund të çojnë në identitetin e tij. Hetuesit dyshojnë se pas largimit nga vendi i ngjarjes, atentatori është pritur nga bashkëpunëtor me një automjet të pozicionuar më larg, mes të cilave më pas është larguar. Megjithatë, mungesa e kamerave të sigurisë në segmente përreth po e vështirëson rindërtimin e itinerarit të autorëve. Paralelisht me hetimet kriminale, policia po verifikon edhe aktivitetin e nënsulës në fushën e shitblerjes së pronave. Sipas të dhënave, ai zhvillonte takime të shpeshta me persona të interesuar për transaksione tokash, një pistë që po analizohet për të zbuluar nëse ka lidhje me ekzekutimin. Familjarët kanë deklaruar para hetuesve se nuk kanë dieni për konfliktet e fundit që mund të kenë çuar në vrasjen e 50 vjeçarit. Edmond Sula ishte një emër i njohur për policinë e shtetit. Në të kaluarën ai ishte hetuar për disa vepra penale, mes tyre për përfshirje në konflikt, grabitje në raste të tjera, elemente që po verifikohen në kuadër të hetimit për zbardhjen e plotë të motiveve dhe identifikimin e autorëve të atentatit. Familja Sadushi në fshatin Orizaj të Beratit i dha sot lamtomirën e fundit djalit të tyre 15 vjeçar, i cili humbi jetën tragjikisht në lumin Osum. Të afër, miq dhe bashkëmoshatar morën pjesë në ceremoninë mortore, duke ndarë dhimbjen me familjarët. Ekspertiza mjekligjore përcaktoi se shkak i vdekjes ishte mbytja, ndërsa banorët e zonës kanë ngritur pretendime për ndikimin e pritave lumore në tragjedi. Fshati Orizaj në Berat është mbuluar nga dhimbja pasi familja Sadushi ka përcjell në banesën e fundit 15 vjeçarin Fation Sadushi, i cili humbi jetën pas mbytjes në lumin Osum. Në ceremoninë mortore morën pjesë familjarë të afër, miq dhe shok të shkollës, të cilët i dhanë lamtumirën e fundit të riut, duke shprehur tërënditjen për humbjen e tij të parakohshme. Sipas ekspertizës mjekoligjore, shkaku i vdekjes së 15 vjeçarit ka qenë mbytja. Ngjarja ndodhi teksa i mituri ishte i futur në ujërat e lumit Osum për të freskuar pasi më herët kishte qenë duke punuar në Ars së bashku me të atin. Në momentin kur babai konstatoi se i biri ishte në vështirësi në ujë, ai u fut menjëherë në lum për ta shpëtuar, por përpjekjet rezultuan të pasuksesshme, pasi 15 vjeçari kishte ndruar jetë. Ndërkohë, banorët e zonës kanë ngritur dyshime lidhur me faktorët që mund të kenë ndikuar në tragjedi. Ata pretendojnë se pritat e ndërtuara së fundmi në lum për parandalimin e përmbytjeve kanë krijuar gropa të thella të mbushura me baltë, duke e bërë të vështirë daljen nga uji. Gabim që u bën ato gropa atje, se nuk beshin pritat siç i kanë bërë këta kështu. Prita bëhet me beton, poshtë baza, ato janë kanë tëra gropat. Të tëra pritat janë shembull. Ja ti futen zëri për si ti gjana poshtë. Ja ti gjana, se më shumë kanë ndodhur dhe mua, më ka fitur gjana. Nuk është herë e parë, domethënë që ndodh këto. Jo. Janë të rrezikshme. S'kishte edhe lumi ujë shumë më thaj. Po janë ato pritat që u bën, ato pritat i bën këta. Edhe aty lajnë gjana, lajnë Gropa. Unë pas studime për mua, fare, hiç, zero. Autoritetet vijojnë verifikimet për të përcaktuar me saktësi dinamikën e ngjarjes dhe nëse ka patur faktorë të tjerë që kanë kontribuar në humbjen e jetës së të miturit. Prokuroria e posaçme ka paraqitur pretencën për të pandehurit e dosjes Meta Kryemadhi që kanë pranuar gjykimin e shkurtuar. Për Fatime Kryemadhin, SPAK kërkoi 7 vite e gjysmë burg, dënim që ulet me 5 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar, duke kërkuar njëkohësisht konvertimin e tij në shërbim prove për shkak të moshës. Prokuroria kërkoi gjithashtu konfiskimin e një vile në zonën e Kodrës së Diellit dhe ngriti pretendime për pasuri të pajustifikuara. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka paraqitur pretencën për të pandehurit e dosjes Meta Kryemadhi, të cilët kanë zgjedhur të gjykohen me procedurën e gjykimit të shkurtuar. Mes tyre është dhe Fatime Kryemadhi, nëna e deputetes Monika Kryemadhi, për cilën SPAK kërkoi dënimin me 7 vite e 6 muaj burg për shkak të përfitimit nga gjykimi i shkurtuar. Masa e dënimit ulet në 5 vite burg. Megjithatë, duke marrë në konsiderat moshën e saj, prokuroria kërkoi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe zëvendësimin e tij me 5 vite shërbim prove. Në të njëjtën dosje, SPAK kërkoi për Piro Xhixhon dënimin me 4 vite burg, i cili reduktohet në 3 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Edhe në këtë rast, organi i akuzës kërkoi pezullimin e vuajtjes së dënimit dhe vendosjes së tij në shërbim prove për një periudhë 4 vjeçare, ndërsa për të pandehurën e Maçoku, prokuroria kërkoi dënimin me 7 vite burg, i cili pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar reduktohet në 4 vite 8 muaj, duke propozuar gjithashtu konvertimin e tij në 5 vite shërbim prove. SPAK kërkoi gjithashtu konfiskimin e vilës së Fatime Kryemadhit
në zonën e Kodrës së Djedhit me argumentin se edhe pse pasuria është deklaruar me burime të lishme, vlera e saj përkon me pasurinë që sipas akuzës dyshohet se janë pastruar. Sipas organit akuzës, Fatime Kuremadhe nuk arrin të justifikojë burimin e 508.000 eurove dhe $246.000 të deklaruara për shitblerjen e kredive bankare. Prokuroria pretendon se kreditë marra për blerjen e apartamenteve janë shlyer me para në dorë, për të cilat nuk ekziston një burim i lishëm i dokumentuar. Vendimarrja përfundimtare i takon gjykatës së posaçme, e cila do të shqyrtojë kërkesat e prokurorisë edhe mbrojtjes përpara shpalljes së vendimit. Në gjykatën e posaçme vijuan diskutimet për dosjen Veliaj, ku dy të pandehur kërkuan që gjykata të marrë në konsiderat rrethanat lehtësuese. Ish financiera Adela Kondakqiu, e cila ka marrë statusin e bashkëpunëtores së drejtësisë, pretendoi se nuk ka pasur qëllim përfitimi nga veprimet e saj. Ndërkohë ish polici i Burgjeve Fatjon Baçi kërkoi një dënim më të butë për episodin e përdorimit të telefonit celular nga Arion Veliaj gjatë paraburgimit. Gjykata e posaçme vjoi shqyrtimin e dosjes Veliaj, ndërsa të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre paraqitën kërkesat përfundimtare përpara trupës gjykuese. Adela Kondakqiu, ish financiera e disa shoqërive dhe organizatave jo fitimprurse të përfshira në dosje, është tashmë bashkëpunëtore e drejtësisë, e cila kërkoi nga gjykata të marrë parasysh faktin se sipas saj nuk ka vepruar me qëllim përfitimi personal. Përmes mbrojtjes së saj u pretendua se Kondakqiu ka pranuar përfshirjen në aktivitetin e kundërligjshëm, por kjo ka ndodhur në ndikimin dhe urdhrat e personave të tjerë të përfshirë në çështje. Avokati deklaroi se ai nuk ka përfituar nga veprimet e saj dhe se bashkëpunimi mes drejtësisë ka sjell kosto personale, por ka ndihmuar në zbardhjen e rrethanave të çështjes. Në të njëjtën seancë, ish polici i Burgjeve Fatjon Baçi kërkoi një masë më të butë dënimi për episodin ku i mundsoi ish kryebashkiakut Arion Veliaj përdorimin e një telefoni celular gjatë transportimit me automjetin e paraburgimit. Ky veprim solli dhe shtim të një akuze ndaj Veliajt për futjen ose përdorimin e sendeve të ndaluara në ambientet e paraburgimit. Baçi përmes mbrojtjes së tij argumentoi se veprimi ishte një gabim njerëzor dhe jo një veprim me qëllim kriminal. Ai deklaroi se komunikimet e Veliajt përmes telefonit kishin qenë me familjar dhe jo për çështje të paligjshme, duke kërkuar që gjykata të marrë në konsideratë rrethanat personale dhe familjare. Në vijim të seancës, dy prej mbrojtësve kërkuan shtyrjen e procesit për të përfunduar përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare. Prokurorët e kundërshtuan këtë kërkesë duke e cilësuar të pajustifikuar, por gjykata vendosi shtyrjen e seancës në datë 23. Me vendimin e gjykatës u pezulluan dhe afatet e paraburgimit për të pandehurit, ndërsa procesi do të vijojë në paraqitjen e përfundimeve të palëve. Gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 64 vjeçarin Shefën Ziçi, i dyshuar për vrasjen e bashkëshortes së tij, Bardhe Ziçi. Gjatë seancës i akuzuari nuk dha asnjë deklaratë, ndërsa mbrojtja kërkoi që ai të nënshtrohet një ekspertimi psikiatrik. Avokati pretendoi se çifti nuk kishte histori konfliktesh apo problemesh familjare, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit vijojnë. Gjykata e Shkodrës ka lënë në burg 64 vjeçarin Shefen Ziçi, i cili akuzohet për vrasjen e bashkëshortes së tij, Bardhe Ziçi. Ngjarja e ndodhur në Nëntkorrik. Seanca për caktimin e masës së sigurisë u zhvillua në drejtimin e gjyqtare Zamira Elila, ndërsa organi i akuzës u përfaqësua nga prokuroria Albulena Koliçi. Prokuroria kërkoi masën arrest me burg, kërkesë që u pranua nga gjykata. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, 64 vjeçari nuk dha asnjë shpjegim lidhur me akuzat që rëndojnë mbi të, duke zgjedhur të mos bëjë deklarime para trupit gjykues. Nga ana tjetër, mbrojtja kërkoi që ndaj të pandehurit të kryhet një ekspertim psikiatrik për të vlerësuar gjendjen e tij mendore në momentin e ngjarjes. Sipas avokatit, deri në ditën e krimit, Shefen Ziçi kishte bërë një jetë rregullt familjare. Ai argumentoi se bashkëshortët kishin rritur së bashku 2 fëmijë, nuk kishin pasur konflikte të njohura, urdhra mbrojtje apo probleme të raportuara në marrëdhënien e tyre. Mbrojtja e cilësoi ngjarjen të pashpjegueshme dhe kërkoi që ekspertiza psikiatrike të ndihmojë në sqarimin e gjendjes psiqike të akuzuarit në kohën kur ndodhi krimi. Sipas të dhënave hetimore, pas arrestimit, 64 vjeçari u kishte drejtuar efektive të policisë pyetjen nëse e kishte vrarë bashkëshortin e tij. Pa dhënë më pas deklarata të tjera mbi ngjarjen, ndërkohë hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat dhe motivin e krimit.
Gjykata e Durrësit ka konfirmuar masat e sigurisë për personat nën hetim për tjetërsimin e dyshuar të pronave në zonat bregdetare të qytetit. 3 persona do të vijojnë masën arrest në shtëpi, ndërsa disa të tjerë do të hetohen me detyrim paraqitjeje. Në kuadër të procedimit penal janë sekuestruar 13 parcela toke të dyshuara se janë përfshirë në një skemë të tjetërsimit të palishëm. Hetimi për këtë çështje vijon që prej vitit 2022. Gjykata e Durrësit ka vendosur të lërë në fuqi masat e sigurisë ndaj personave të hetuar për tjetërsimin e pronave në zonën bregdetare të Durrësit. Në përfundim të seancës, gjykata vendosi vijimin e masës arrest në shtëpi për Shaqir Shehin, Arianit Matajn dhe Besnik Xhafën, të cilët dyshohen për vepra penale të mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve, ndërkohë për Fishere Xhafën u la në fuqi masa detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Ai jetohet për mashtrim, falsifikim dokumentash dhe pastrim të produkteve të veprës penale ose kriminale. Në të njëjtën mas sigurie do të vijojnë procedurat edhe për Jonida Mergejan, Leonardo Dërvishin dhe Artur Çobanin, 3 punonjës të kadastrës së Durrësit, të dyshuar për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim. Hetimi për këtë dosje ka nisur në vitin 2022, ndërsa gjatë procedimit penal prokuroria e Durrësit ka vendosur sekuestro preventive mbi 13 parcela toke, të cilat dyshohen se janë përfshirë në një skemë të kalimit palishëm të pronësisë. Paralelisht vijon të mbetet pa u ekzekutuar masa arrest me burg e vendosur në mungesë për 4 persona të tjerë. 3 prej tyre janë ish zyrtar të kadastrës, ndërsa një tjetër dyshohet se ka përfituar nga skema e tjetërsimit të pronave. Gjithashtu autoritetet ende nuk kanë ekzekutuar edhe një mas tjetër sigurie të llojit arrest në shtëpi, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të mekanizmit të dyshuar të tjetërsimit të pronave. Një operacion i policisë në zonën pyjore të fshatit Mukaj në Krujt çoi në zbulimin e një parcele me bimë narkotike. Një 31 vjeçar u arrestua në flagrancë, ndërsa një 43 vjeçar u shpall në kërkim si i dyshuar për kultivimin e kanabisit. Gjatë kontrolleve u sekuestruan 42 bimë të dyshuara kanabis sativa dhe 600 gram lëndë narkotike. Një operacion i zhvilluar nga policia e shtetit në zonën pyjore të fshatit Mukaj në Krujt ka goditur një rast të kultivimit të bimëve narkotike, duke çuar në arrestimin e një personi dhe shpadhje në kërkim të një tjetri. Sipas policisë, ndërhyrja u realizua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative dhe kontrolleve të ushtruara në terren, ku zbulua një parcel me 42 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në kuadër të operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi iniciale NZ 31 vjeç banues në fshatin Mukaj, ndërsa u shpall në kërkim shtetasi JM 43 vjeç i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë aktivitet kriminal. Gjatë kontrollit në vendin ku kultivoheshin bimët narkotike, shërbimet e policisë sekuestruan edhe rreth 600 gram lëndë narkotike të dyshuar kanabis sativa, e cila do t'i nënshtrohet ekspertizës laboratorike. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal, si edhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë në kultivimin edhe përpunimin e lëndëve narkotike. Vijoj me informacione nga Kosova. Pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti nisi konsultimet me krerët e partive opozitare për formimin e institucioneve të reja. Megjithëse bisedimet u cilësuan konstruktive, analistët vlerësojnë se arritja një marrëveshje mes vetëvendosjes dhe LDK-s mbetet e vështirë. Sipas tyre, përçarjet e brendshme në LDK dhe qëndrimet politike të palëve e bëjnë të pasigurt një bashkëpunim, ndërkohë PDK ka konfirmuar se do të mbetet në opozitë. Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka nisur raundin e konsultimeve me drejtues partive kryesore politike në përpjekje për krijimin e institucioneve të reja. Në kuadër të këtyre takimeve, Kurti u takua me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, si dhe me kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, edhe pse diskutimet u cilësuan konstruktive, dakordsi pati vetëm për vazhdimin e dialogut me LDK-n. Megjithatë, njohës të zhvillimeve politike në Kosovë shprehen skeptik për mundësinë arritjes së një marrëveshje mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas analistëve, Lumir Abdigjiku përballet me sfida të brendshme brenda partisë së tij, pasi një pjesë e deputetëve kanë shprehur publikisht pak kënaqësinë ndaj drejtimit të tij dhe mënyrës se si po zhvillohen negociatat për një marrëveshje të mundshme qeverisëse. Ata vlerësojnë se situata aktuale ngjan me zhvillimet e legjislaturës kaluar, duke argumentuar se takimet mund të shërbejnë edhe në ndërtimin e narrativave politike përballë elektoratit në rast të zgjedhjeve të reja. Nga ana tjetër, kryetari
kryetari i PDK-s Bedri Hamza bëri të qartë pas takimit me Kurtin se partia e tij do të mbetet në opozit gjatë këtij mandati duke përjashtuar mundësinë e një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Ndërkohë Albin Kurti ka bërë të ditur se konsultimet me forcat politike do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim përpara mbajtjes së seancës konstruktive të Kuventit të Kosovës, e cila sipas afateve ligjore duhet të thirret deri në 7 gusht. Këshilli i Bashkimit Evropian ka emëruar diplomatin gjerman Dirk Schubel si përfaqësuesin e ri special të BE-s për Kosovën. Ai do të nisë mandatin 2 vjeçar më 1 shtator të vitit 2026, duke pasur në detyrë diplomatin estonez Aivo Orav. Schubel sjell një provojë të gjatë në diplomacinë europiane dhe gjermane, ndërsa fokusi i mandatit të tij do të jetë mbështetja e procesit demokratik dhe perspektivës europiane të Kosovës. Emërimi synon të forcojë angazhimin e Bashkimit Evropian në rajon. Këshilli i Bashkimit Evropian ka vendosur emërimin e diplomatit gjerman Dirk Schubel në postin e përfaqësuesit special të BE-s për Kosovën në një mandat fillestar prej 2 vitesh që do të nisë me 1 shtator 2026. Schubel do të pasojë në këtë detyrë diplomatin estonez Aivo Orav, i cili ka ushtruar funksionin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë. Sipas njoftimit të Këshillit të BE-s, diplomati gjerman ka një karrierë të gjatë në institucionet europiane dhe në shërbimin diplomatik të Gjermanisë. Ai ka mbajtur poste drejtuese në shërbimin evropian për veprim të jashtëm, Komisioni Evropian dhe Ministrinë e Jashtme Gjermane. Aktualisht, Schubel drejton divizionin për Rusi në kuadër të shërbimit evropian për veprim të jashtëm, ndërsa më parë ka qenë i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për partneritetin lindor dhe ka drejtuar delegacionet e BE-s në Bielorusi dhe Moldavi. Në përmbushje të mandatit të ri, ai do të angazhohet në promovimin e një Kosove të qëndrueshme, demokratike dhe multietnike, duke mbështetur njëkohësisht procesin e integrimit evropian të vendit përmes dialogut politik, komunikimit publik dhe bashkëpunimit me institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtar. Detyra e tij do të përfshijë gjithashtu monitorimin e progresit të Kosovës në reformat politike, ekonomike dhe të sigurisë, si dhe mbështetjen e forcimit të sundimit të ligjit, mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe garantimit të së drejtave të komuniteteve. Me këtë emërim, Bashkimi Evropian synoi të vijojë angazhimin e tij në mbështetje të stabilitetit të reformave dhe perspektivës europiane të Kosovës. Të nderuar teleshikues, në vijim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 14 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në të gjithë territorin. Vranësira të pakta kalimtare do të shfaqen vetëm përgjatë zonave malore gjatë orëve të pasdites, por pas sjellëreshje. Temperaturat do të synojnë një rritje të lehtë duke sjell një ditë tipike të nxehtë verore. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 14 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë, rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 33 gradë. Peshkopi 18 deri në 31 gradë. Tiranë 22 deri në 36 gradë. Durrës 24 deri në 33 gradë. Kavaj 24 deri në 33 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 23 deri në 37 gradë. Korçë 17 deri në 30 gradë. Vlorë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 32 gradë.
Sarand 25 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 14 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, që pas ditës në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje. Temperaturat do synojnë një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më para. Paraditja do të jetë një mot kryesisht i kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 30 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 16 deri në 29 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 29 gradë. Skënderaj 16 deri në 29 gradë. Pej 16 deri në 30 gradë. Prishtinë 16 deri në 29 gradë. Gjakov 17 deri në 30 gradë. Malishev 17 deri në 30 gradë. Gjilan 16 deri në 29 gradë. Ferizaj 16 deri në 29 gradë. Kaçanik 15 deri në 28 gradë. Suharek 17 deri në 30 gradë. Prizren 17 deri në 30 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.